Përshëndetje miqtë e emisionit ton. Sot do të shpjegojmë ekzemën e thatë të pëllëmbës së dorës, pra kur lëkura na bëhet hiperkeratonike, dhe njëkohësisht edhe e shputës së këmbës. Ky dermatit i thatë ose irritativ i pëllëmbës së dorës karakterizohet, ose edhe i shputës së këmbës, karakterizohet nga një tharje e lëkurës së duarve. Pra, duart nuk i kemi më të zbutura, po kështu edhe shputa e këmbës qëndron e thatë dhe ashpër. Mandej, fillon që të humbasi lagështira dhe yndyra në pjesën e pëllëmbës së dorës nga brenda, fillon që pëllëmba e dorës të na pësojë një trashje të lëkurës së saj, sidomos tek mollzat e gishtit, dhe mandej kur ne do të prekim diçka dhe lëvizim me të, atëherë kjo lëkurë fillon të qahet, pra ashpërsohet, qahet dhe hera herës përfundon në inflamacion, në skuqje, në gryerje, në infeksione. Çfarë ndodh në të vërtetë me lëkurën? Lëkura e shëndetshme ka një barierë lipidike yndyrore që e mban lëkurën të butë, por njëkohësisht e mbron atë nga irrituesit e jashtëm, nga ndotësit e ambientit, e mbron atë nga uji që neve prekim me duar e kështu me radhë. Pra, nëse kjo shtresë është e shëndetshme, edhe lëkura është e butë dhe është e yndyrshme dhe e ujshme. Kur prishen parametrat në organe, në disa organe, në veçanti, në zorrën e trashë dhe në mëlçi, këtë e kemi konstatuar nga shumë pacientë të cilët kanë ardhur në klinikën tonë, që tharjen e duarve, plasaritjen e tyre, kruarjen e kështu me radhë, këta e kanë pas të shoqëruar, por që nuk e dinin me fryrje të zorëve, me çrregullimin tretjen jashtëqitje, hera herës me gojë të thatë ose edhe me gojë të hidhur. Atëre, kur uji dhe yndyra ulen në përqindje tek lëkura, që një nga shkaktarët është zorra e trashë, kjo bëhet më e ashpër. Ashpërsohet, trashet, plasaritet dhe fillon dëmtimi i saj në vatra, kryesisht tek pëllëmba e dorës, dhe ajo mund të marrë deri tek mollzat e gishtave. Kjo dëmton shtresat e sipërme të epidermës, pa harritur në shtresat e poshtme ku janë edhe receptorët nervorë. Ndërsa, kur kjo plasaritje vazhdon të thellohet dhe të përparoj, atëherë hera herës mund të humbasim edhe ndjeshmërinë në mollzat e gishtit dhe pse jo edhe tek pëllëmba e dorës. Pas çarjes së lëkurës, sëmundja përparon me inflamacione të duarve, pasi mikrobet hyjnë lehtësisht, bakteriet mund të hyjnë lehtësisht, hyjnë në kontakt me leukocitet dhe fillojnë që edhe ato të marrin jetë. Kur kjo thatësi vjen duke u shtuar dhe lëkura trashet, kur ashpërsia shoqërohet me plasaritje të lehta në fillim dhe më vonë me çarje të dhimbshme dhe kruarje, me djegje, me skuqje, me rrjedhje limfe, atëherë këto do të jenë ato simptoma që ju kuptoni se keni një dermatit, një ekzem të thatë të shputës së dorës, të pëllëmbës së dorës, dhe duhet të merrni masat, pra të merrni një kontakt ndoshta me një mjek dermatolog, ose nëse do të jemi në fazat e para, ndjekim njëherë këto produkte që ne kemi sjell dhe po ua tregojmë në ekranin tuaj. Cilët janë shkaktarët? Ndër të parat do të rreshtonim prishja e florës bakteriale në zorë. Të gjithë pacientët që kanë pasur këtë problem kanë qenë tamam me çrregullime në sistemin e tretjes. Ndonjëherë goja e thatë tregon që nuk është më problemi vetëm tek zora, por kemi çrregullime edhe tek mëlçia, ndoshta ose transaminazat ose bilurbina, ose diçka tjetër ka që e pengon, si thua, tretjen dhe jashtëqitjen. Përveç kësaj, pra përveç organeve të brendshme, kemi të bëjmë edhe kontaktet me detergjente, sapunet forta larës, materiale ndërtimi, për shembull dikush prek çimento e kështu me radhë, dhe ato grincat e çimentos ose grincat e hidroizoluesve futen në fillim në hapësirat e qelizave, dhe mandej kur këto bien në kontakt
me lagështirën, ato fillojnë të rrisin volumin e tyre duke qarë, si thuash, ose duke përshpejtuar plasaritjen e lëkurës. Ose nëse kemi të bëjmë për shembull me mbajtjen e duarve në një ambient të ftohtë, ku fryn shpesh ajri ftohtë, një klimë e thatë, një temperaturë e ulët e sendeve që neve prekim me dorë, hekura e kështu me radhë. Pra njerëz që individualisht kanë predispozicion që lëkurën e duarve në pjesën e sipërme, po në veçanti në pjesën e brendshme, ta kenë shumë delikate ose të prekur shpeshherë nga dermatite të ndryshme. Profesionet si ndërtues, parukier, estetist, sanitar, mjek që përdorin shpesh këtë antidezinfektantin, antiseptikun kur ky është sidomos është i fortë edhe me alkool e kështu me radhë, infermierët mundet që të jenë të predispozuar për të prekur nga kjo egzem e thatë e pëllëmbës së dorës. Egzema e thatë dallohet nga llojet e tjera të dermatiteve, pasi nuk kanë fluska ujë, nuk shkaktojnë alergji, nuk kanë kruarje të forta. Shpesh herë populli i thotë, e kam majasillin e duarve. Si duhet ta trajtojmë këtë? Kur unë përmenda që një prishje e balancës së mirë në organizëm, një prishje e florës bakteriale, mendja duhet të na shkojë patjetër tek zorët e holla dhe zora e trash. Dhe së dyti, pra ne duhet të bëjmë një rregullim nga së brendshmi dhe ne kemi zgjedhur dy gabimet më kryesore. Çajin kolimer, çajin detox. Atëre, veprojmë kështu. Marrim afërsisht 2.5 litra ujë. Hedhim në të një pako me çaj kolimer, hedhim 3 deri në 4 lugë gjelle çaj detox. I zjejmë afërsisht 2 minuta dhe i lëm 10-15 minuta që çaji të ftohet në tenxhere. Kullohet dhe pihen 3 gota në ditë nga ky çaj. Nuk diskutohet që do të kemi një sistem tretje shumë të mirë, shumë të lehtë dhe nuk do të kemi më ato fryrjet e barkut dhe të zorrve. Nëse çarjet janë të lehta, mandej do të bëjmë një trajtim nga jashtë. Pra, për çarjet të lehta, marrim po nga ky çaj që pim, afërsisht 1 gotë çaj. Hedhim në të 1 lugë kafe me krip të zezë dhe 1 lugë kafe me sodë buke. Dhe bëjmë shplarjen e duarve në mëngjes, po kështu edhe në mbrëmje. Nëse çarjet janë të thelluara, atëre duhet të përgatisim një çaj të veçantë për trajtimin e duarve, ku pa diskutim është e mira që të kemi këto bimë. Në 1 litër e gjysmë ose në 2 litra ujë, ne duhet të kemi të hedhur në të 5-6 lugë gjelle çaj myku. Duhet të hedhim nga 1 dorë lëvore vidhi, një nxitës dhe rigjenerues të lëkurës së dorës, pra të epidermës. Mund të shtojmë në të kalendul në mënyrë të padiskutueshme edhe livando. Pra kalendula mbyll plag, puçra, gryerje, ndërsa livando, si thuash, i arnon ato plasaritjet dhe nxitin që të dyja së bashku rigjenerimin e duarve. Vazhdojmë më tutje. Pasi e kemi kulluar çajin, bëjmë shplarjen e duarve me çajin që është më i fuqishëm për këtë majasill lëkure ose për këtë egzemën e pëllëmbës së duarve. Mbasi thahet çaji, atëre ose do të marrim ndonjë locion me ujë trëndafili për ta mbajtur të butë, ose nëse kemi kruarje, përdorim atë sprajtin antiseptik të puçrave. Dhe mbas tyre ne do të vendosim. Në kruarje të forta ne vendosim atë kremin që ka në brendësi të tij rigon dhe është i mrekullueshëm për mykun dhe njëkohësisht për të qetësuar ato urtikarjet në lëkurë. Duke qenë që lëkura qëndron e thatë, kemi parasysh që njerëzit do punojnë, do prekin sende, objekte e kështu me radhë. Lëkura e thatë ka tendencën që të çahet shpejt dhe të plasaritet. Atëherë, çfarë mund të bëjmë gjatë ditës? Ose presim nga një gjethe aloe vere, barbadensis ose arborescente, e çajmë dhe me xhelin e saj lyejmë duart në mënyrë që ai ujë që largohet të zëvendësohet me ujin e aloe verës dhe ky xhel, ky lëng veshtullori trash, nuk ka thjesht vetëm ujë, por ka shumë mikroelement të cilat na ndihmojnë edhe në rigjenerimin e plasaritjes së pëllëmbës së dorës.
Pra, të gjelin mund ta vendosim në drek, mund ta vendosim pas dite. Dhe po kështu, gjatë ditës është mirë që duart t'i lyejm ose me këtë ekstraktin balsamik ose me vajin e lulës së basanit, ose nëse kemi mundësi të përdorim ndonjë vaj kalendule, ndoshta pse jo të kombinuar edhe me lulet e livandos. Pra, 2 herë në ditë do të shplajmë duart mëngjes darkë me çajin. Do t'i lëmë të thahen dhe mbi të mund të vendosim ose ujë trëndafili ose sprajtin e puçrave. Në rast se kemi ndoshta ndonjë flusk me qelb, mund të shtojmë nëpër ato pikat ose në të çarat e thelluara propolisin me rigon. Është i mrekullueshëm për mbylljen e plagëve dhe të puçrave. Mbas kësaj vendosim kremin e mykut. Duke qenë që duart thahen shpejt gjatë ditës, është mirë të përdorim ose një krem hidratues, ose të përdorim ndonjë vaj balsami, ekstrakt balsamik, ose nëse mundeni në kushtet e shtëpisë të përgatisni pak vaj kalendule. Në këtë mënyrë do të vëmë re që brenda një periudhe kohe 7 deri në 10 ditësh, kjo simptom do të vijë pa diskutim duke u përgjysmuar. Pra, duart do të fillojnë të na përfitojnë atë butësinë e tyre, ato plasaritjet pa diskutim që fillojnë e mbyllen dhe duart tashmë do të shkojnë drejt një rigjenerimi të plotë. Është mirë që ky trajtim të vazhdohet deri në shërimin e duarve, po jo më pak se 30-35 ditë. Ky ishte emisioni për sot. Mirupafshim në emisionin e radhës.